kërkoni edhe heshtjen tonë. Në demokraci çdo njeri ka të drejtë të heshtë, por askush nuk ka të drejtë të heshtë tjetrin. Por t'jeni të bindur, e vërteta nuk merr zvarr. Ajo e gjen rrugën për të shpërthyer, dhe kur ajo del në dritë, ju nuk do të mund ta sulmoni vetëm me procedura, por do të përballeni me pasojat e heshtjes që sot mendoni se është fuqi. Do të përballeni me njerëzit që sot i mendoni të trembur, do të gjykoheni nga drejtësia që sot e keni nën tutelë. Ndërkohë jashtë iku vendi është në rënje, në ikje, në boshatisje, në varfëri, e mbi të gjitha dhe fizikisht në errësirë. Lezhë, vendi im, mbetet pa drita pas çdo stuhie, po kaq fshatrat përreth, Zemeni, Zadrima, Torovica e plot të tjerë. Qytetarët ndihen të braktisur, të harruar, punësimi është i gjithë me kriter politik, i gjithë me luftë klasash. Asnjë përgjegjësi, asnjë plan, vetëm propagandë. Rruga Milot-Balldren, e vetmja lidhje që e çon Shqipërinë fizikisht drejt Europës, është bllokuar. Është kthyer në një makt për banorët dhe për turistët, për socialistët dhe për demokratët. 3 herë në 12 vjet në është thënë se është bërë tenderi, dhe çdo herë ka qenë një gënjeshtër elektorale, teksa ferri vazhdon. Edhe dasmat, edhe mortet asajane tashmë nuk i bëjnë në verë, sepse kanë frikë se turprohen nuk janë bërë dot të shkojnë. Veriu është i izoluar, por për ju mjafton që premtimin ta mbuloni me premtim, as sa muri gënjeshtrave të bëhet as që trash sa të pengoj faktet. Minatorët e Spaçit i trajtuat si kriminal, në vend që të plotësoni kushtet, të jepni statusin që ju takon, ndërsa kriminalet i trajtoni si akademik në një vend që s'ka akademi. E ndërkohë që vendi është në këtë gjendje, edhe institucionet e tjera që duhet të ishin të pavarura janë shtërruar në degë të ekzekutivit. Presidenti i Republikës, Zoti Bajram Begaj, të cilin padrejtësisht e mendonim të paqen, por jemi gabuar, në fakt është i dëmshëm. Ka zgjedhur të mos jetë më garant i unitetit kombëtar. Ka zgjedhur të jetë garant i interesave të veta meskine. E të njëjtën kohë shërptor i mazhorancës, kamarier LPP-që i kryeministrit, me akte, me gjeste, me fjalë. Një president që e sheh veten si zgjatimi i pushtetit dhe jo si përfaqësues i gjithë qytetarëve është një dëm për vendin. Kjo është një tradhti ndaj shoqërisë. Prandaj ne jemi këtu për të mos heshtur, për të kujtuar çdo ditë se parlamenti nuk është pronë e mazhorancës, por është themeli i Republikës. Dhe kjo republikë nuk do të bëhet monarki opsiste. Nuk do të përvetësohet, nuk do të shndërrohet në pronë private. Kjo tendencë ushqehet me heshtje, ndaj nuk doni debat, kjo ushqehet me urdhra pa transparencë, kjo ushqehet me lojra force, pa respekt për qytetarët, pa respekt për të vërtetën. Sepse, siç e tha Schuman, dhe po e përsëris me forcë, demokracia nuk mund të ekzistojë pa respekt për të vërtetën, pa respekt për njeriu. Sot ky kuvent po i humbet të dyja, për sa kohë që ne jemi këtu, fjala do të jetojë dhe fjala do të jetë arma jonë më e fortë. Nuk i trembemi asnjë çmimi, asnjë sakrifice për mbijetesën e pluralizmit. Ju e mbyllni parlamentin, por fjala do t'ju djeg nga pas. Ajo ka qenë e para, do të mbetet e para. Dhe ju nuk do të arrini fundin e historisë. Ajo do të qyçojë tek etri tuaj politik. Kjo nuk është Shqipëria europiane. Ky është Arnautistan, me një stan që ka këtë bylmet. Faleminderit.